spaku 4 vite, ndërsa mjek sportiv fillojnë të përgatiten dikon 2 vite më herët. Vlen të cekët është interesant, ekipa e Anglisë ka bërë analizat gjenetike. Në analizat gjenetike që më bën nga ekipa e Anglisë, vlen të cekën disa detaj interesante. Është drejt që Harry Kane është intolerant në laktozë dhe janë të ndaluara 48 orë që para lojës, ajtë mos përdor produkte të Bilmetit. Është vërejtur që sprinteri e ekipës është Rice dhe përdor sasi të kreatinës dikon 2 herë më shumë se lojtarët e tjerë. Për shkak se në këtë kampionat botëror zhvillohet e cekëm në vende të ndryshme dhe temperatura është ajo që ndikon drejt për drejt në performancën e lojtarit. Organi i parë që e tradhton trupin e njeriut është lëkura, për shkak se lëkura është organi më i madh dhe nëse një gërç muskular fillon në minutën e 75, lëkura e vren 2 orë më herët. Për atë arsye mjekët kanë qenë ata të cilat e kanë rekomanduar që në temperaturat e larta duhet që spaku çdo 15 minuta të fillojë të përdoren elektrolit të ndryshëm, lancet të ndryshme, për shkak se nëse trupi dehidrohet 2%, atëherë fuqia